Në zemër të komunës së Soharekës, në një tokë ku historia, kultura dhe natyra shkrihen në harmoninë e jetës, ndodhet fshati Budakov, i cili është një burim krenarie për gjithë rajonin. Budakova është fshati i cili ka ruajtur rrënjët duke ecur përpara me dinjitet, me krenari, me njerëz punëtor, njerëz të besës dhe me zemër të madhe. Qëndroni me mua në këtë udhtim për të parë shpirtin e Budakovës, për të dëgjuar rrëfimet e njerëzve që e mbajnë gjallë Budakovën dhe e duan akoma këtë vend. Do përpiqemi në këtë episod të sillin tek ju historinë e Budakovës, zakonet që kanë mbetur edhe sot e kësaj dite dhe përditshmërinë se si jetohet jeta në këtë fshat. Budakova është fshat i lashtë me rrënjë të thella që lidhen me tokën e Dardanisë. Mbi këtë dhe, dikur kanë kaluar karvan, janë mbjellur farat e jetës bujqësore dhe janë ndërtuar themelet e një jete që do t'i bënte ballë kohës. Gjatë historisë, Budakova nuk i ka shpëtuar sfidave. Në kohë lufte, banorët e saj u bën krah njëri tjetrit. Gjatë viteve të okupimit serb, shumë bij të këtij fshati u rreshtuan në rrugën e lirisë. Emrat e tyre sot janë skalitur në kujtesën kolektive, në gur e përkujtimore, por më shumë se kaq, ata janë skalitur në zemrat e banorëve. E megjithatë, Budakova ka ditur të qëndrojë stoike, me kokën lart. Pas luftës, ajo u rindërtua me dashuri dhe me shpresë. Shtëpitë u ringritën, tokat u punuan përsëri dhe mbi plagët e së shkuarës u mbollën lulet e së ardhmes. Sot Budakova është një fshat i gjallë, me jetë të pasur bujqësore, ku traditat ruhen si thesare dhe mikpritja është ligj i pashkruar i çdo dere. Budakova është një muze i jetës, një poezi e shkruar me djerës, gjak dhe dashuri për tokën. Është vendi ku historia takohet me përditshmërinë, ku e kaluara flet dhe ardhmja pret me durim të ndërtohet mbi themelin e krenarisë. Jemi në fshatin Budakov, këtu në lagjen Palushi dhe këtu afër meje është Baciram edhe e shoqja. Baciram si je? Mirë jemi. Apo mohësh? Po ka. I fort, mashallah. Ju vësjeni. Mirë, faleminderit. Si kalut rrugës. Avash, me qetësi, avash. Ani mirë se na keni marrë. Faleminderit, mirë së gjitha. Bac, a mundesh me na tregu historikun e fshatit Buzhal? Budakov, më falë edhe lagjës. Jo, se me di është edhe një lagje Buzhal. Po, okay. Fshatit Budakov. Po, Budakov. Po këqore, ta të pjanisi pe fillimit të vetës, ma shkurti, unë kom fillu shkollën në Breg Bardhit atje kom mësu në shkollë, 4 klasë i në pasit. Mësuesi i parë, akon një elmiqore pe Perzajin të kone. Akon tepër mësuesi, një tepër ma shkurti i botë, akon komunikativ, gjitha i ka pasën. Po, edhe kështu që Budakova si Budakov, vend malor, po shihet, po dejnor, mas shumë t'jenë morë me bleftëri, me bujësia të TikTok, me premtari, pëmna kemi pasën shumë. Quhen do dardha palloshja, thuajnë dardha kokërmaj, tulli lloj pëmë kemi pasën këto. E me që ato më shkurti e kemi kaluar dhe e kemi jetuar. Kemi mjella dhe misër, grune, më misër të na nuk bëhat. Gruni po, të kjeti po, te i paralote. Gruni bëhat gruni, se pranë vera po merë me shia dhe mirë. Po. Budakova si Budakova është mikë prece, është bujare, është vend më shkurti i besës. Tu që dhe i kemi herojt aty më shkurti të lapidaj, që ku kemi lapidarin, si dhe më zënun kepa, në të kohën atërë për mos me tërgu, se Ibrahim Lutfin, e kanë muajten këtu, e kanë msheft e kanë muajten. Për mos me tërgu ato dhe jetën e ka vonë nëj, e kanë pushkatua. Ma shku po djetë ku që kanë pushkatua, ato i po. E kështu që Budakova ka 11 lagje i ka. 11 lagje, po. Pa losh se lauk, bajraktar, boqe, Buzhale, kepjen, koni asi bajraktare që shtu më shkuti janë, po. Jenë konin më shkuti gjithmonë një këprica. Edhe këtu po dhjetë që gjatë luftës, këtu kemi pas shtabin kryesor, akonën, unë për veti 2 djemi kom pas peshen, edhe na jemi kom gjithë, qika që i kom pasin, ato ketjen konën, ne që
shumë në dvogla, po kanë qëndis emblemat e OÇK-s. Emblemat e OÇK-s. Po, emblemat e OÇK-s. Kemi dhonën bukë, kuptohet ai me djoshta se ushtria që sa do konë non stop kjo shoqja ka gatuar tek deri në 12 natës ka këtu apo. Kështu që çështo. Fshati Budakov në përgjithësi nga ka përjardhjen? Po qëre, aty thuhet Budjakova honën. E tashti aty për në shkërtesë e kalon. To janë 3 vllazën që shtuhet për i pleqve. Po Pala, Zuba edhe Kola. Edhe Pala, o që kjo lagja që tu. Zuba janë Sallauk që aty që janë një mahal. Po pej Sallaukve, a dalë një lagj të baraktarit. Këty njerë vllaznia që janë do kanë dalë të stani. Po, edhe ata tani kur janë ndohet për çdo janë metën ata të baraktarit atje, plus pej baraktarit janë dalën të hoqët. Atje një lagje që është. Domon një vllaj ka që ato 3 lagje, a tjetër vllazni që do në Pola edhe Kola. E kështu që pej 3 vllaznive thojnë që ashtu thuhet ashtë me ku e dhënane, po me djert Kola, Kolal të ashtë të tjerën, po. E që ashtu është pashkoti. Ju që jeni me mbjemër Palushja, keni lidhje nëse përjardhe nga Shqipëria, sepse për shembull unë që jam e Shqipërisë ka Palush në Kukës edhe në Puk. Po të ashtë ka mundësi në ashtë. Ka mundësi, se lëvizjet gjithmonë në konën. Lëvizjet gjithmonë në konën. Lëvizjet gjithmonë në konën. Në është edhe ka mundësi. Që edhe në Sallagrad të kemi një katon që është, po Palush, ma shkuat e thirët, Palush tona, po, ka mundësi, edhe e ka mundësi. Populli shqiptar, Palush. Se lëvizjet gjithmonë në konën. Gjithmonë ka pas lëvizje. Po. Bac, periudhën e luftës si e ka përjetu fshati Budakov? Çfarë kontributi ka dhënë fshati Budakov në atë kohë? Kontribut ka dhënë mjaft. Ka dhënë më shkurti kërkush si ka thonë jo gjithë janë kyçën, po dikush me dje në front drejt e drejt, e dikush me dje është ajo që me buke, me teshe, me çka kanë pasë mundësi më shkurti e kanë ndihmuar. A ka arritur ushtria serbe të futet në fshatin Budakov ndonjëherë? Po ka arritë, po që... Po, ati apim drejtë në grus, se duhet. Po? Kena dollë në malë, se kanë thonë erë në ushtria, në kena ikë në thmije, në krejtë në malë. Në malë. Dikur, mëse janë këthy, ata e në këthy, kena bujta petë. A për shpia. E jo si grua në atë kohë, sa të vështirë keni pas? Kena pas, po nuk kena të farë të gatuë, të punua, të qyrë, mësë milan, unë ushtartë. Edhe thminë tonë në krejtë. Sa kena mujtë në tunën kena bo. Si është jeta në Budakov për ju? Mirë, shumë, vëlla, mirë, se kur në Prizren. Ju e një Prizrenit, a? Jo, nuk jam, po mirë, po orë edhe maj mirë, ujtë mirë, gjinja mirë jena. Sa vite keni ju që jeni e martu me këtu në Budakov? 26 vite, ti e marrë kemen ma mirë. Zatë nëmë si në marrë. Sa mirë se zakonisht përgjithësi burrat sot këtë data nuk pa i mojnë mend. Ti mashallah po më mojnë. Do të më mojnë mend se më dio ta di çfarë gëzimi kum posa, jo. Ka të fort, a? Sa mirë. Po do të më majtë pak. Po patjetër. 69, inshallah 100 vjet i bëni bashk. Tu jo bon luftë e rreth. Tu më shkuati me di është ta kemi heroj, një pari 4 kokollari ka rënë. Po sa desha ty, cilat janë figurat më të shquara të fshatit Budakov? Figurat po tregoj, më shquat, po dihet që para luftës gjatë më shkurtë në të vitin kur jemi në serb, po dihet që Zenon Kepa o kon figura më edhe plus një bardhë i kokollar bosh bashkuar po. Ata dy janë që kanë luftuar edhe me kohë Turqisë kanë luftuar. E kështu që në figura shumë që të është i qeme që aty më shkoti sa heroj kanë vra këto. Janë vra më shkoti Kadria, Buzhala, plot më shkoti i keme këtu. Mas mirë të konë më shkuj aty afër se me djotë njeri... Dë dalim dhe i shohim. E harroja dhe jemë në gjithë. E kështu luft e rep të bon tepër shumë më bo. Se na që tu gjatë luftës kemi qëndruar non-stop, se 2 djeli kisha të veshin tu, një bëllë halo pa ardhe në shtabi kësoj të e kumë pasën në nëna pe pagarushe më shkoti në thonë dhe nëna akonën. Kur ka orë se kena një që i shkon zajptu, i shkon kanë hongër me skuja të nejna të kanole në tepër, njësa në zote e ka rujtje. Zote malë, kanë kalu vujtje. Kanë kalu vujtje djemë të komenton. Tur kena posë. S'kanë mund me qukët e lëgori.
si kanë më shkurtë, me dije se forcat serbe ato janë kanë kuptuar. Të na kemi përcjellën pejtuit. Prej Sareke e të tjerë të në qafë dulës atje, tank, pra topa më shkurtë, tona për ditë që ka pasën në okupatori serbe, më shkurtë forca e madhe që ka pasën. Po na këtu të tjerë të në pejtuit se kemi shu, po me dije militaruar tani me dalën edhe në anëve se kuptohet që forca bat veten. Forca bat veten. Se na me dje, kemi dalën, po mjafton, që djemë tonë nuk I kanë punë jo, dhe kanë dalën me një automat, me një pushk, me një, besa ka pasën njerëz edhe me një sakic ka dalën. Po, kanë dalën, që me dje me mbrojtën, pragun to, si me konën na, qështo. Bac, si ka ndryshu Budakova ndër vite? Budakova, të me ka asu në vitet e me pashme, do honë pa lufte, në vitet të ashtë që të sotit, kjo është si andër më shkurti, andër po, për të mirë ka ndryshua. Shpijat mira, rrugët mira, shkollën, ushije që fa shkollë kemi, po e kemi inën, kemi restoranta, gjitha ato për të mirë ka ndryshua. Me thonë drejtë, unë kam shëtit në për fshatrat Kosovës, është hera parë për mund që vinë këtë zonë Budakovë dhe më ka pëlqy jashmase shumë. Keni një fshat me vërtet shumë bukur. Edhe I bukur është. Unë kam marrë dhe nga Lanishta, nga Sipër, dhe që për I Lanishte dhe këto, mu me thonë drejtë më ka pëlqy jashmase shumë. Po edhe këfori Gjerman, kur ka ardhën sefi, këto më shkuat I ka pëlqy ke Budakova, se pas ka tepër, po edhe kemi thëshin me bo një qytet vogël. Mirë, po nuk ndodhi, aja, po në kanë ndihmuar. Shumë sepse shtëpia, banesat bukura të reja, fshati është plot. Shumë është. I keni kushtet, kështu se fshat, kushtet? Janë po. Unë I kam 4, dje me 4 vajzë. Mashallah, me gjatë. I kam shkollon. Dy janë inxhinier, doktor Remonve, arsimtar gjuhës angleze, reja që ashtu arsimtar matematike, se kështu që I kemi kushtet. Në përgjithësi janë mirë kushtet. A ma herët kuptohet, kanë shumë shtirë. Që në shkatrume, inxhinier ka qenë. Gjërë ashtu shkollë e kemi këto, kjo është ma shkollë të këtë njerë universitet, po në kjo se shkollë, jo shkollë fillore. Dhe qështu që... Kohën e lirë me çfarë kaloni Bac? Kohën e lirë, po... Pak e të me di është, I kemi do pensionere dolën të restoranti ka njerë, po unë ma shumë kam marak me punu, halo. E mirë, me boqe, me... Kita mahin e punës halo, Halo, kam marak, po. Po, ja. Nëse punat ma në gjallë. Thëshin të një pleqer tu, po jam sup e fillimit. Jo, po. Ja, është ato dhe... Po për të më morë se... Po për të me lonë punë, më nëzit që për bajnë razi. Më nëzit, po e lutë, s'po të ngallë. Atje ta një knoqët, kur gjë për një herë, për nuk po prëmda. Po, qësh po përtoj, në djetë e kumë qua. Po. Në prevall, po. 2 janë prevall, da konë bele. Po. Edhe në djetë, po, tash për ato në bojë. Edhe hajnë edhe në bojë, kësmet Allah. Kësmet në Shqipëri. I kemi kushtet. Jemi konë edhe në Elbasan, po pak lakë për në doket. Se me djeshtë, ja, po qëre plesh tonë, ma shkoti kanë shku me mollë. Me mollë, se kanë pas që me pas Shqipërinë, po shqyqër që u bunë kjo, u qelë rruga. Na për veti jemi me fatë. Me dje po në dhime plesh që s'kanë mujtë me shijua këtë farë. Na shqyqër po dalëm plesh shijojmë, po knoqme, nështë e shala do zotë vjen një ditë dhe bomi bashkë ma shkuat e gjithë. Inshallah vjen e ditë, të bashkohem. Dëshira më dhe është të tonë jetu. Inshallah dhe realizohet. Po inshallah. Bac, Budakova, qa ka ma shumë të veçantë se një fshat tjetër këto për rreth? Për qa shquet ma shumë? Po, thash dhe unë të qërë, dhe në përgjësi, popë të shqiptarë janë do mund të mirë. Budakova e ka besën e ka pasën shumë. Mikpritën e ka pasën më dhe. Edhe njërës punëtorë shumë. Punëtorë... Unë ku kalova në për rrugë Budakovës, këtë njërës t'i pashtë i punu. Jo, shumë e vërtet është, shumë e vërtet. Edhe pse këtu, nuk e nështë një bëndë bereqeti, po me punu... Hizmetin ja boni. Kësit ja bojmë hizmetin edhe këtu bëndë bereqeti. Ja, po. Ja, është njërës. Ështu që, thashtu në këto janë... Nëse dhe ishe largu në herë për i Budakove, qa do të kishtë mungu mas shumë ti, për i këti vende? Pa, po djeta, në normalat të vendi ku këmë lindin. Në vendi ku ka lindin. Po, sigurisht, një dhe është, aja është nuk harruat kur. Se kom punua, për shemë, që pëthomë, se së në bonë arat, më shku edhe në djetë, ja për do që të shkoj, në shta knosh në 2-3 ditë. Po, kur të bonë 4-5 ditë, më njerë,
mendjen e kam këto se s'muj me ikin për këti vene. Se jam këto Vendinja është e madhe. 77 vite këto për Mashallah. Po, ta një është aja knarësia ku ke linë ndrysh është sarrota e kur. E qaja me djesh është një, kuptohet, se unë kom punu, punëtor teknik të në shkollë jam konën, 41 vite kom punua. Po, qaq mirë kemi kaluë me arsimtare, me kretë, më thonë, stafin e arsimit, to që para lufte, dhe do natë shkojshëm të njoni tjetëri, kur s'kemi hongë gati tokë në për shpia tona. Për do të të bëjsh me këtë bashkë dhe shkojshme. Tash më rallë. Tash të kuptohet, tash të ka ndryshua. Ka ndryshua, dhe njerëzit janë largua, se cili me hale me detyrimet veta. Tash të kjo një për në brengos ma shumë, rinia në iku. Ka shpia tjertë, ka 2 vetë kanë vetë. Jetët tonë na i kemë këto. 2 qika i kena dhe na jashtë i na konë Gjermani në Zvitë. I na knaqë bëllë, po... Zoti inshallah i runë ata që janë atje. Amen, krejt inshallah, ku do qofshin, krejt inshallah. E ti zojnë, me qa merësh sot? Nusja me banë pontën kapak. Janë imën pak? Kapak. Apo ti vesh ja drejton, ki me bo këta, ki me bo ata? Valla hec, kjo vetë është zgjut vetë. Mashallah, shumë mirë. Mashallah, shumë mirë, unë vështë dalë heci. Na që sajnë, na i herfalë, na qështu, në shkën ku. Shumë mirë. Jo, mirë, shqyqër mirë. Shqyqër për Zotit, Zotit ja u zgati jetën e shletën, inshallah. Bac edhe diçka? Ka për Zotit, ku shumë falë. Qështu kom lypë që si nuse me pas, ma ka për Zotit. Inshallah i shtonë Zotit nuse si kur tuat. E na bjen këtë për hi se ka njën shpet. Inshallah. Këjta? Gjitha janë më shkuet për mashallah. Mashallah, shqyqër për Zotit. Ja, po, falenderoj Zotit, më shkuet e që te për mirë është. Bac një ngjarje, një kujtim që ti e manon prej Budakovës, që të ka ngel memorje gjatë. Shka me thonë për tyve, të ashtë me dhja është e qëre përjetimi kemi pasën një, po si do mos gjatë luftës. Gjatë luftës, përjetimet më të mëdha janë gjatë luftës. Unë djallin e kesha këtu, kondaj minë hecë se me shkutet koordinonët aty u dheshke. E të artë e shë, bashkë aty ku ne i ke djalli, aty u kalla e shpia. Dhe ta është me di është e më njëre brenga e prindit, më shkuati u friksova dhe po du më shku atje me këqyrë në të farë, se shka o bon, shka o beteru. Po, pse dhe thuesh në me di e djali më sështë aty. Dhe shkova aty kur rinë, ata me pës, po kur shkova aty, qatë disponumë ata ushtarë, ata djemë trima më shkurti, që kejtë të kesh, të knu, të asishe, jo e tha që aty o sa mija, thash, e falenderizotit, thash më shkuti, e kjo është me di, është ka shumë, po, kjo kona aja ma e kritike, ma e shtira. Unë më thmit vajgjel, kom shku në Shqipni, jam kona që të tendat, qadrat, po, Shqipni, po këta burat kretë kënejna, që shmë në unet një vanin. E vërtet, edhe komunikim s'kini pas, po marrë vesh me njëni tjetërin. Ka pak, shumë, me këna pas një telefon, ka pak, po se di që apo të kalzojnë drejt gjinja, së të kalzojnë. Ka shenë për jo të kishin një, dhe ma keq kishin një, po mu së më kanë kalzojnë. Për mua ka një, pas kanë gjithë letë njëftimin ma shkote, dikon të vjetë, të gjesteme, që tu i kimi asgjesu, që kërën ma shkote, filan fistek, ke kishin pas mor vesh, po shqyqër shoqja s'kishin pas mor vesh, që jemi vro edhe na ma shkote, po. Unë me motërë se këna shku në Shqipni, këna netë. 3 muj dit, atje, po italian ka nërë, nuk nga kanë lanë me jeket. Të mali robit i ka netë, atje ma shku të në konët. Të mali robit kanë që strehu. E ta shkujmë në herë në diti, kam qefat ven me poqet. Mos e kje nostalgjino, me që ke kalu i periud, jetë mirë tjetës, është e vërtet, po sa da është ajo nostalgjia. Në orta kanë jekë bëllë, po kanë pështu që me shpirt. Shqyqë për Zotit. Bac edhe diçka për sfundis, edhe ju keni me lviz. A kini mesazh mi u thonë krejt shqiptarve? Shqiptare, kësha mesazhe e mosh më shkoti, tjenë bashkum, të punojnë për venin e vetë, e jo më shkotit mirën me, qysh po mirën që tarti po më vjen dhe qysh edhe shumë sikleti madh, që po ofendohen me zveti. Do të mu bashku, me konë një, më shkoti edhe fitoja është e jone gjithmonë. Nëse bashkohen. Bashkum të fitu. Ja, sigurisht gjithmonë. Faleminderit.
Edhe ishte knasi që isha mes jush. Gëzojmë që një mirë, inshallah, veç mira keni gjithmonë. Faleminderit. Edhe ju që jeni mirë, inshallah, për të mirë takohemi. Inshallah gjithmonë. Dëshmorët e fshatit Budakov ishin pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët morën pjesë në betejë të rëndësishme kundër forcave okupatore serbe. Me guxim të pashoq, ata qëndruan në frontet e para të luftës, duke mbrojtur tokën dhe popullin deri në frymën e fundit. E sot, emrat e këtyre dëshmorëve kujtohen me nder dhe respekt dhe gjaku i tyre bëri që Budakova dhe gjithë Kosova të jetojë të lirë. Kujtimi i tyre do mbetet gjallë në zemrat e këtyre banorëve dhe gjithë kombit shqiptar. Këtu afër meje është Baci Tahiri, i cili nuk është vetëm banor i fshatit Budakov, por është dëshmitar i gjitha ngjarjeve dhe i gjitha kohrave që kanë ndodhur në këtë fshat. Bac, a mund me na tregu kush je? Unë jam Tahir Kololli. I katuni Budakov. Po. Sa vjeç je, Bac? Jam 84 vjeç. Mashallah. Mashallah për Zotit. Inshallah kish jetën. 1942. Mashallah. Sa i vjen? Sa dush i bin, 100 vjet i paske. 100 i bapsh. Që po bin. Jo duhen, mos thuaj që ashtu duhen. Sa të ke dhënë Zoti ymer. Edhe faltat. Qysh është jeta në Budakov? Jeta në Budakov normalisht kur këtë fshatat e Kosovës. Fshati Budakov është fshati i madh po i shkep, lagje. Shumë lagje ka Budakova. Po i ka një 12 lagje. E ju cilës lagje i takoni? Na jemi lagje midis katunit Kollol. Kollol. Po. Bac Njërna me bujësi, Po? e morë me bujësi 20 vjetë, pas 20 vjetë ku hinë dërtimtari, ku punu në Carek, në Matandorin, në Komunali, Po? lufta ma kanë ndërprej punën, edhe jem kësi në shpe. Në kësë në shpe. Po. A jeni largu në herë për i fshatit, Bac? Për fshatit, në kohën e luftës, kemi qenë malë, Mal. në larguë, të kej ona lufta, qështu. Qysh e man mend t'i fshatin Budakov me vite e vite? Me vite e maj, që kërë në sot, qashtë në lagje shumë, qashtu shkep, qashtu popull ma shumë. Popull ma shumë. Ma shumë popull. Tash i popull fëmi ka ma pak. Fëmi ma pak. Rinia ka ik. Rinia këtë janë dalë jashtë në për Gjermani, në për shtetit. Emigrojnë në për shtetit huja. E ju me kë jetoni këtu në Budakov? Unë jetoj me një gjallë me një qi këtu. Shumë Edhe i kam një gjallë me fëmijën e vetë në Gjermani. Atje punojnë. Verës të vinë një herë matmat, 2 herë matmat. Shumë mirë. Edhe po kalojmë që ke dikon. E ju vetë, a dilin e herë në qytet, a largohë për i fshati me dalë në Suharik? Po, unë dalë, delegati gjitha javë, 2-3 javë dalë në Suharik shkoj, për zëran mujtë shkoj kam dhalë. Shumë mirë. Kom hesin e për këtë për zërenë në këtë Suharik. Kita ka të me hesin koma? Këtë
e ka lej kom. Mashallah. Kom të lumshën. Vallahi, kom këtë e baj kështu. Si djali i ri. Po, Atë kujtohet në ngjarje historike që ka ndodhur në fshatin Budakov. Me që edhe do vjeti paske dhe ti duhet me majtë me në bajagje shumë. Po ngjarje për para ka qenë fukarullah i madh moti. Atë ka qenë me ishme buqi këna rnu. Këna livu tokën, këna kosite, këna mojt dhanë, ljope, kuale, këna hes në kuale, këmë boj drunë. Edhe tash një gjendja ma mirë. Gjendja më mirë. Po në Kosovë, gjendja shumë e mirë, nuk ka kite. Kurse kanë ma mirë. Kurse kanë ma mirë? Rënia janë tash një matë mirë, të për para. Inshallah edhe ma mirë bëhet. Bëhet ma mirë, po vallai udhëhesia nuk janë bashkë. Si janë qësh duhet, a? Ja, gati hitë. Hajtë se majmë shpresë për ma mirë, s'do të mi hu shpresa, ka mu bo mirë. Mirë janë konë, po janë të fillu që tash. A thu? Qashtu është. E bac e përsa i përket luftës të në Budakov. Cilat janë ndër figurat ma të shume dëshmorët që kanë ratë fshatit Budakov? Këtu, Budakov ka ofër 100 dëshmorë që kanë ratë janë të shkollat të piramidet. I dalun është Kadriku Kollari. E për para mamati është heroja Zënun Kepa. E kanë mytë, e kanë lirë në rëtë në të brona, edhe e kanë lirë durët, edhe me vrala ajo kësi pëtynën, edhe vralën që të rafshin të tje. Ka pas luftat gjithmonë tonë, edhe po që da shli në shliru mirë është. Mirë është. Nuk është. Po. E moshatar kështu të më shumë si tja, ka tjerë fshati? Po, kam edhe një këtë në mahal të jeme. Edhe njërë mahal të ju. Ahmet Kollovi është. A takohi bashkë, a bohi bashkë në herë? Po, shkojmë të areka, jenë me Beduhan, shpesh e shkojmë i kodë kjerë, shkojmë me kjerë të kjerë, që të në delë pak apet, vjenë. Shumë mirë. Pak kohë se kanë dek një. E vërtit. 70 kohë, atë të kusur nuk ka pak. Maj më shumë i këtu në Budakov vjetë, a? Ja, vëllaj, mundet me pasë në gru ma vjetër. Edhe kam një vlohën të areka ma i vjetër, se unë. 4 vjetë në ma i vjetër. Mashallah, qofshim i jetë gjatë. Batë se s'pot mundoj, se ishe edhe ty prej drut, a kine mesazh, a ne diçka për me au thonë kështë shqiptarve? Mesazh kam. Ju në kaj shqiptarët me mos që gjishoqen, mos me lëshu gjishoqen, se për në ryshim mu shkatërohan. Qo se mojnë njën i tjetërën, jo me mojtë mas paru, mas të si po mas u hestis mirë. Më konë qaj që ka shkollë ma shumë, qaj më konë kryetari i Kosovës. Aj, me shkollë ma shumë? Po qaj me shkollë ma shumë, me qenë u hesti i Kosovës. Hajde, këtë më kanë qef me marë pare ma shumë, po këtë në asë një mojë, njënët merë që duhen, e në të banë që duhen. E të njërë vështë në shohen. Bac, Zotit dhashnet, e ishala ta zot jetën, e ishala je mirë gjithmonë e ngjoj mirë për ju. Ju përshëndes gjithë, popullin e Kosovës. Faleminderit që na prite e që gjete pak kohë për ne. E gëzojmë që je mirë, e faleminderit shumë prej teje. Faleminderit ju, kalofshi mirë rrugë të mbarë. Faleminderit, kalofshi mirë edhe jo, faleminderit. Nga trimëria e dëshmorëve, nga urtësia e pleqve, Budakova na mësoi se forca e një fshati nuk matet me mallësi, por me shpirt. E ne sot po largohemi nga ky fshat me zemrën e mbushur plot, sepse zani i tij u dëgjua qartë, thellë dhe bukur. Deri në episodin e radhës, qëndroni me ne. Ju përshëndesim nga Budakova me respekt dhe dashni.